Kur politika kthehet në fe, aty s'ka rival, ka të pa fe. Mane kur e pranon këtë logjik, çdo debat shndërrohet në gjyq moral e çdo kritik trajtohet si tradhti. Në këto 5 vjet, tregimi kryesor që e ka ushqy pushteti është ky. Para se na me ardh, ata e patën shkatërru këtë vend për 20 vjet. Ky tregim është i fuqishëm sepse është i thjeshtë, është bardhëzi, kurse mrena tij i gjon këtë përgjigjet, si në librat e shajt. Fajtori dihet, e dihet edhe shpetimtari. Problemi vetëm këtu është se kjo është rën. Ato 20 vjet, prej 99-s deri në 2019, nuk ju kon 20 vjet normalitet që është shkatërru. Ju kon 20 vjet që kanë ardhur mas një lufte të tmerrshme, mas një traume kolektive, mas një varfërije të skajshme, mas 10 mijëra shtëpive djeguna e mas mijëra varreve të freskëta të hapuna. Ju kon 20 vjet të mbijetesës kolektive, që një shoqni që rilindi prej hinit, megjithatë ja doli me u rindërtu, me organizu, me u lidh me botën, me shpall pavarësinë, me ndërtu infrastrukturën më moderne në rajon, me kriju institucione prej zerrës, me prodhu një jetë normale aty ku s'ka pas kur gjë. Në atë 20 vjeç ka pas abuzime, padrejtësi, ka pas korrupsion, nepotizëm e arrogancë. Mi po me përshkru krejt atë periudhë si shkatërrim, është me ja mohu popullit arritjen me kriju shtetin e vet. Ky mit i shkatërimit 20 vjeçar është kthy në ideologji personale. Për çdo dështim individual, fajin e ka dikush tjetër, sistemi, hajnat, komandantat. Kjo për njërin është ngushëllim, sepse arsyetohet të i thonë, nuk është kon faj jam. Mirë po brenda të njëjtit njeri ushqet viktima, humb përgjegjësia. Një shoqni që ushqen viktimën mbrana vetës e humb refleksin e përmirësimit. E pastaj fillon me urrejt çdo njeri që ja del. Sepse suksesi i tjetrit duket akuzë ndaj dështimit tonë. Tu vlen me thoni san që pe harrojmë shpesh. Kosova në raport me shumë vene që kanë dalë pej luftës shihet si histori suksesi. Nuk është parajs, po është sukses në kuptimin bazik. Ja doli me u ngrit, me funksionu, me u lidh me aleatet, me mbajt institucionet gjallë, me kriju rend shoqëror, me gjitha problemet, jo për me umburr, po për me kuptu se me ja dal mas luftës është përjashtim, nuk është rregull. E na pse ja dolëm? Sepse në momentet kyçe kena bë diçka që militantat sot e shohin si të neveritshme. Kena bë kompromise me bashkësinë ndërkombëtare, kompromise politike mbrana nesh, kompromise etnike me serb lokal. Jo gjithmonë të bukura, jo gjithmonë të drejta, jo gjithmonë të këndshme. Kompromisi nuk na uli ne dignitetin, na arriti kapacitetin për me jetu bashk. E kjo është definicioni i shtetit. Me jetu bashk pa shkatërru njëri tjetrin. Problemet fillojnë me një shoqni kur kompromiset në vend se me u pa si çmim i pashmangshëm i lirisë dhe shtet ndërtimit, shndrohen në mall për propagandë. Shiten si poshtnim, si tradhti, si dëshmi se dikush është kon i dobt, i shantazhueshëm dhe se e ka pas bishtin e nxanur me derë. Kur kjo logjik bëhet dominante, atëherë politika s'ka më vend për marrëveshje, sepse çdo marrëveshje konsiderohet krim moral. Aty pastaj blokada bëhet fati i vendit tonë. Qështu kena ardhur deri në këtë moment ku shoqënia është e ndame në mënyrë sektariane. Epilogi i luftës totale, rrallë është fitoria totale. Zakonisht është rrenim total, paralizë, cinizëm, varfëri morale, urrëtie trashëgume. E ma e keqja, humbja një ndjenje bazike se na jena një shoqëni. Këti mekanizmi i shtohet edhe një fenomen psikologjik që e sheh sidomos një pjesë e diasporës. Bindja se kushdo që ka pas sukses pas luftën në Kosovë është kon hajn. Ky besim ja qetëson ndoshta dhimbjen vllaut ton Myni, i cili beson se nuk është e mundun që edhe pse në perëndim detyrohet me jetu me social, e kushërinin në Kosovë në vitin 99 nuk ka pas kur gjë, e tash po bën biznes,
ka bo kerre, ka bo pare. Në vend se ky krahasim me u përkthy në kurreshti ose në motiv, ai shndrohet në gjykim moral. Propaganda e vetëvendosjes e përdor këtë frustrim si karburant, e kthen ato në bindje politike, duke e bo kompromisin edhe më të pamundën, sepse ti mon nuk dialogon me një kundërshtar, po me një kriminal që e ka venin në Dubrovën 12 katëshe. Prandaj Kurti ka met me gërshon në dorë, sepse veç ato gërshon ja flladitin shpirtin atij që jeton me social. Fatkeqësisht, rruga vetme përpara është ajo që militantat i urrejnë mas shumti, dialogu, koalicioni, marrëveshja, lëshimi pe, jo si dorëzim e kapitullim, po si maturi. Kjo nis me një hap thjesht për revolucionar, me pranu legitimitetin e tjetrit, me pranu që pala tjetër ka njerëz të mirë të këqij, me pranu që askush s'ka monopol mbi patriotizmin. Nëse dojmë ecë përpara, duhet me rikthy një ide bazike. Na s'jena këtu me shkatërru njëri tjetrin. Jena këtu me jetu një jetë përbashkët. Kosova ja doli një herë sepse e kuptoi se kompromisi nuk zvoglën, të bën shtet. Tash na duhet me kujtu prap këto. Jo me amnistu dikën, po me shpëtu veten prej vetvetes. Sponsorët videove të mia, cilat janë në TikTok, Facebook, Instagram, janë të sponsorizume prej Mobisim, që është platformë e-sim, ju mundi me shkarku në App Store dhe Play Store. Është Riga Farm, që është kompania më e madhe farmaceutike në vendin tonë, është kafe Pavin, është Jysk Kosova dhe është Buzhala Estate.